Ka nisur sot kampionati i shahut për shkollat nëntëvjeçare të Bashkisë Shkodër, i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtimalia, një aktivitet që këtë vit vjen më i strukturuar dhe me përfshirje më të gjerë se në edicionet e mëparshme. Marrin pjesë 30 shkolla të ndryshme, me nga 4 pjesëmarrës është ideja, sepse do të jenë 2 vajzë dhe 2 djemë si mas grup moshave. Kampionati do të quhet Java e Shahut, si mjet, është bajagi më i organizuar se vitet tjera, më i gjatë, fëmijët që do të vinë këtu nuk do të eliminohen, do të losin deri në moment fundit, do të bëjnë 7 lojna secili fëmijë, kështu që do të mësohet diçka, do të lohet, do të dalin fituesat. Ky kampionat është përfundimi i punës që në fakt ka filluar për shkolla, për përzgjedhjen e elementeve më të mirë, që këtu shkolla përfaqësohen me më të mirë. Shpresojmë që të rritet edhe niveli i shahut në përgjithësi, sepse po përfshihet edhe në projekte shkollore, kështu që edhe ne si qytet duhet bëna gati për nismat, siç është nisma e Komitetit Olimpik Kombëtar që po fut shahun në sportet shkollore, kështu që edhe ne duhet bëjmë atë pjesën tonë për të qenë përgatitur për të ardhmen. Përmes kësaj gare, institucionet arsimore përfaqësohen nga nxënësit më të sfikatur duke synuar rritjen e nivelit të këtij sporti në qytet, një hap i rëndësishëm për përgatitjen e brezave të rinj dhe për zhvillimin e mëtejshëm të shahut në Shkodër.